Djali Sokol Oldashit ja thot në sy Berishës, ata që flasin në foltoren ton janë tap të pirë, s'din ç'thon. Djali I Sokol Oldashit, Glauk Oldashi, ka mbajtur fjalën e tij gjatë takimit me kryetarin e Partisë Demokratike Sali Berisha, I shprehur se partia e tyre ka shumë probleme, ndërtoi dhe fakti që shumë demokratë që mbajnë fjalën në foltore të opozitës janë tap të pirë dhe nuk din çfarë flasin. Partia jon ka shumë probleme. Ne duhet bëjmë një takim tjetër pa kamera, sepse unë jam me parimin që problemet e shtëpisë fliten në shtëpi, jo në sytë e botës. Në çdo të hënë bëhen foltoret para kryeministrisë dhe pjesëmarrja nuk është e kënaqshme. Problem nuk është që njerëzit kanë frikë, por problemi është që ata nuk duan. Ata që dalin tek foltoret aty nuk janë të denjë, sepse ai që del aty nuk është për veten, por për Partinë Demokratike. Ata që dalin aty dhe flasin kuturu. Madje disa kanë qenë edhe tap dhe ju merret goja kur flasin dhe kjo na dëmton të gjithëve. Dëmtimi I imazhit publik na dëmton të gjithëve, u shpreh Riu.